vërtet një mrekulli, ashtu sikurse e shikoni një ylber ngjyrash, një pasuri për të cilën vërtet çdo komb do të ndihej krenar. Një pasuri e tillë e trashëguar brez pas brezi tregon që jemi një popull që kemi nuhatje, kemi shije, kemi fantazi, kemi dinjitet dhe kemi histori. Jemi një popull që dim ta duam dhe ta vlerësojmë të bukurën, mbi të gjitha jemi krijues, por jemi jashtëzakonisht të vëmendshëm dhe tepër kërkues për të ruajtur dhe për të mos humbur kurrë vlerat e tradicionales. Zonja dhe zotrinj, unë ju uroj mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë mbrëmje popullore, festive, të cilën e kemi titulluar Rritet lulja për mbi gur. Ju faleminderit. Kushdo që do të ndodhej në vendin tim, në fakt, në mes këtij oazi kaq të mrekullueshëm, në mes këtij oazi vezullues të këtyre kostumeve të mrekullueshme popullore nga të gjitha trevat etnokulturore shqiptare, në fakt do të ndihej vërtet i privilegjuar. Por në fakt, kostumet popullore e marrin shkëlqimin, vezullimin dhe ndriçimin akoma më të madh kur ato ngjizen me muzikën, melodinë dhe ritmin e bukur popullor. Ndaj, më lejoni të ftoj atë për të cilin ne jemi mbledhur sonte në këtë mbrëmje, këngëtar në ansamblin kombëtar të këngëve dhe vallëve popullore, zonja dhe zotrinj, e presim me duar të rokitje, Lek Pecnikaj. Lek, mirëmbrëma. Në radhë të parë duke ju uruar suksese për këtë mbrëmje të sotshme tuajën. Unë padyshim e di që repertori i sotshëm është repertori më i mirë i juaj, sepse ju keni përzgjedhur këngët më të bukura, të cilat dinë si të përshkrojnë të gjithë Shqipërinë nga veriu deri në jug. Dhe padyshim të gjithë spektatorët që janë sonte në sallë dhe ata që na ndjekin, padyshim njohin meritat dhe talentin tuaj në përcjelljen e këngës së bukur popullore. Por ajo çka dua të theksoj dhe është një risi e kësaj mbrëmje, Lek Pecnikaj sot vjet si një njohës i mirë i kostumeve popullore, siç keni dhe mundësi ta shikoni, dhe në sajt të një pune të madhe disa vjeçare, duke u kujdesur deri në detajet dhe në karakteristikat dhe në elementet tradicional, të gjithë kostumet që janë të vendosura sonte në skenë, që kanë zbukuruar kaq bukur teatrin e operas dhe baletit, janë vepër dhe prodhimi Lek Pecnikaj. Dhe ne, përzemërsisht, të japim falenderimet dhe nderimet tona për këtë punë të mrekullueshme që ti ke bërë gjithë këto vite. Ju faleminderit. Edhe ju faleminderit që keni ardhur sonte dhe unë krahas këngës që e dini kam edhe një pasion, ndoshta është edhe i mshef për disa, kam vite që punoj për këtë pasuri të bukur sikur po e shihni sonte. Ju faleminderit. Unë do e la radhën këngës, pastaj edhe kostumet e kanë radhën e tyre, edhe falenderoj edhe bashkëshorten time që ka qenë pjesë e mundimit edhe e djesës sime. Falenderoj edhe ansamblin popullor që më kanë mbështet edhe më mbështesin vazhdimisht me punën dhe me krijimtarinë time, gjithashtu edhe drejtorinë e teatrit të operës së baletit, edhe drejtorin e madh Ilir Kernin.